veza e freskët, siç është, natyrale mund pihet. Po, se ka pirë Rocky Balboa apo shumë sportistë tjerë. Duhet dim diçka. Trupi nuk e përthith mirë proteinën e vezës së papërpunuar. Nga ana tjetër kemi kujdes pak tek salmonela. Përthithja e vezës së zier shkon 90%. Veza e pa zier e freskës siç është shkon në përthithje 60% trup. Në përthithjen e trup. Në ana tjetër kemi një problem të avidinës, që shumë njerëz nuk e dinë. Avidina është një substancë që lidhet me biotinën, pra me vitaminën B7. Në rast se ne pim vezën e papërpunuar të freskët, përthithja vitaminës B7 pothuajse eliminohet nga trupi jonë, që është një antitumorial dhe është një modulator shumë i mirë në sistemin tonë imunitar, edhe për proceset e tjera fizopatologjike. Por përveç tyre nuk përthith dhe disa vitamina tjera, se vitamina B7 është e lidhur me vitamina tjera disa minerale. Në ana tjetër, gatimi, pra zierja, e rregullon këtë proces. Pra më e mira në drejtim është që veza të jetë e zier. Në rasti që kemi probleme pastaj me stomakun, apo kemi probleme ulçën, apo për arsye shëndetësore që duhet ta pim rrufk të freskët dhe kemi të kontrolluar, mund ta pim, po duhet marrim përsipër këto elementë që unë thash.